Banka e Gjakut të Lushnjës në bashkëpunim me Bashkinë Lushnjë organizoi në ambientet e bashkisë si çdo vit dhurimin e gjakut nga punonjësit e bashkisë dhe policisë bashkiake në ndihmë të fëmijëve talasemik dhe jo vetëm, pasi nevojat për gjak në zonën e Lushnjës janë të mëdha. Mirali Zoti, mjeke transfuziologe pranë Bankës së Gjakut Lushnjë, tregon se është ulur numri të sëmurëve talasemik që trajtohen në këtë bankë gjaku. Mjekja u bën thirrje qytetarëve që të dhurojnë gjak, se është një akt human që shpëton jetë. Ne sot jemi organizuar në bashkëpunim Banka e Gjakut me Bashkinë e Lushnjës për të kryer një sesion dhurimi gjaku, që kjo gjë është bërë traditë tashmë në Bashkinë e Lushnjës çdo vit në ndihmë të fëmijëve talasemik, pasi Lushnja njihet si nga zonat e prekura për hemoglobinopati, duke përfshirë talasemik, drepanocitozën dhe sëmundje të tjera, të cilat kanë nevojë për transfuzion gjaku, dhe kjo është jetike për pacientët tanë. Dhurimi i gjakut është jetik dhe Banka e Gjakut të Lushnjës nuk mbulon vetëm talasemikët, por mbulohen edhe në rast aksidenti që shpëtohen jetë dhe ka nevojë për gjak në raste të ndërhyrjeve kirurgjikale, kështu që çdo njësi gjaku është e vlefshme dhe shumë e çmuar për ne. Unë do ftoja çdo njeri nga mosha 18 deri në 65 vjeç që është i shëndetshëm, që gëzon shëndet të plot, sepse dhurimi i gjakut jo çdo kush mund ta bëj dhe është fat që të dhurosh gjak. Kështu që çdo person që është i shëndetshëm dhe ndihet mirë është i mirëpritur që të na bashkohet në çdo kohë pranë Bankës së Gjakut për të dhuruar gjak, sepse është një akt human që realisht shpëton jetë. Drejtuesi i policisë bashkiake Mariano Prifti gjithashtu dhuroi sot gjak dhe e quajti këtë veprim ndjesia më e bukur, pasi ndihmon dhe shpëton jetë. Është e parë këtu në bashki që i përgjigjem thirrjes për dhurim vullnetar. Kam vënë përpara gjak, domethënë është ndjesia më e bukur në botë, le të themi, se vetëm ideja dhe domethënë gjëja që ti po ndihmon, le të themi, dhe po shpëton jetë edhe po ndihmon dikë që është realisht në nevojë, është diçka që të bën ty të ndihesh mirë dhe sa më të motivuar për ta kryer këtë proces. Jam përgjigjur thirrjes së Bankës Gjakut edhe patjetër organizimit të Bashkisë Lushnjë për të dhënë gjak, dhe ishte një eksperiencë shumë e bukur. Ideja është që të gjithë duhet dhurojnë gjak. Kjo është për të mirën tonë, është për të mirën e njerëzimit, nuk i dihet jetës si vjen, gjithsesi duhet të japë një kontribut sado të vogël për të gjithë njerëzit e tjerë.